Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Fillimisht një herë të gjithëve ju uroj një ditë të mbar, ju uroj një ditë pozitive. Ju uroj një ditë me energji të mirë dhe shpresoj që këtë energji që në fakt po merrni nga lajmet tona, nga përmbledhjet tona, nga ajo që ne po stillim tek ju, të jetë vërtet një piknisje për mendimet tuaja pozitive, për energjitë e juaja dhe për dashurinë të juaj për botën e bukur. Jam këtu për të komentuar një nga çiftet që në fakt po mban akoma mbërthyer publikun për ekrani, një nga çiftet që këtë kohën e fundit ka patur lëvizje shumë të bukura dhe interesante. Do me thënë, Brikena dhe Mateo kanë qenë në shënjestër të medias ros. Kanë patur shumë pyetje se Tiron nga po bëhet çifti, si janë lëvizjet e çiftit, çfarë po ndodh me çiftin, si është jeta e tyre, si po merr fati i tyre, apo shkojnë gjërat mbar. Çifti fillimisht që kur është kthyer në fakt nga rrugtimi i bukur që pati në Turqi, në Bodrum të Turqisë, ka ndarë momente me njerëzit të tyre të afërt, me njerëzit e zemrës, me njerëzit e familjes, dhe në këtë rast, do me thënë, Brikena ka qëndruar një periudhë në Prishtinë, por edhe Mateo ka qëndruar në Tiranë, në Elbasan, pranë familjes së tij dhe pranë njerëzve të cilët ato i duan apo pranë shoqërisë. Pothuajse gjatë gjithë javës, apo mos themi gjatë gjithë javës, por vikendi dhe 2-3 ditët e fundit, Brikena dhe Mateo kanë ndarë shumë fotografi bashkë. U nda një fotografi ku Brikena ishte pjesë e familjes së Mateos, do me thënë kishte ardhur nga Prishtina për të takuar prindërit e Mateos, për të takuar mbesën e Mateos, për të takuar kunatën e saj, do me thënë për të kaluar një moment fantastik me vjerit, me prindërit e Mateos, me nënën e Mateos, me babajnë e Mateos, dhe në fakt u prit shumë mirë, u mbështet me shumë dashuri dhe kaloi një fundjavë edhe disa ditë vërtet të bukura pranë këtyre njerëzve, ku Brikena akoma ndodhet, do me thënë, me dashurinë e jetës së saj. E shikoj që ka shumë amendsime që Brikena ka ardhur në Shqipëri, Brikena është pranë Mateos, është më se normale që Brikena të jetë pranë Mateos, sepse Brikena është në lidhje me Mateon, do me thënë kanë histori dashurie që të dy, dhe është më se normale që Brikena të udhton nga Prishtina dhe shumicën e kohës, do me thënë të ditëve të saj, edhe nëse nuk ka një aktivitet, ajo ta kalon në Shqipëri, pranë personit të cilin e do, pranë njeriu të cilin e ka në zemër dhe pranë njeriu të cilin e ka në shpirt. Është më se okej që Brikena të jetë pranë tij. Do me thënë, çifti nuk ka përzgjedhur që të nxjerrë diçka, do me thënë, në story, thjesht ka ndarë momente nga takimi me mrekullinë e vogël që duket që Brikena ka krijuar një lidhje jashtëzakonisht të bukur me mbesën e Mateos, dhe kjo në fakt është e veçanta e gjithë kësaj gjës, që Brikena edhe në këtë rast, do me thënë, ka treguar që është një njeri me shumë zemër të madhe dhe fëmijët vërtet i afrohen, do me thënë fëmijët ndajnë momente të bukura me Brikin, gjë e cila në fakt është komentuar jashtëzakonisht shumë në rrjetet sociale. Mua nuk më duket e çuditshme dhe mua nuk më duket për fytyrë afrimiteti që Brikena ka me familjen e Mateos, por më duket vërtet e ndjerë, sepse Brikena vet e ka thënë edhe në shtëpinë e Big Brotherit që unë vi nga një familje shumë tradicionale, do me thënë jemi rritur me tradita, jemi rritur me kulturën ndaj njëri tjetrit, jemi rritur me respektin ndaj njëri tjetrit, dhe me patjetër që unë dua të martohem diku ku kam vjerën, kam vjerin, kam kunetër, kam kunata, dhe siç duket Zoti ja solli po këtë fatin Brikenës. Brikena ka shfrytëzuar momentin gjatë kohës kur ka qenë në Kosovë, do me thënë reklama për Golden Eagle-in është bërë në Kosovë, nuk është bërë në Shqipëri. Aty ka fituar Brikena dhe një mundësi tjetër, do me thënë të bësh
fytyra e një nga pijeve më të forta shqiptare nuk është gjë e lehtë, është shumë e bukur, domethënë po shohim vetëm momente të bukura nga çifti, vetëm adrenalin dhe vetëm dashuri. Domethënë çifti në shumicën e rasteve, edhe pse me destinacion janë pak larg, por dashuria i bën që të jenë shumë afër dhe të ndajnë momente shumë të bukura mes njëri tjetrit, domethënë të ndajnë momente shumë pozitive. Brikena dhe Mateo po përfliten edhe për këtë pjesën tjetër që domethënë do të zyrtarizojnë pak më shumë marrëdhënien e tyre, edhe pse unë e di që babai i Mateos, Sasha, zotëri Sasha, i ka dhuruar Brikenës një unas familjare që nuk kupton domethënë që e ka përqafuar marrëdhënien e tyre, ka pranuar Brikenën si nusen e djalit të tij, por me patjetër si çdo prind shqiptar që dëshiron që fëmijën e tij ta respekton dhe me një traditë apo thënë domethënë kjo, tregon që marrëdhënia është shumë e bukur dhe tregon që gjërat po shkojnë për së mbari. Çifti aktualisht nuk është se domethënë ka lënë të kuptohet që ato të dy janë duke projektuar diçka për të ardhmen, domethënë gjërat i kanë lënë shumë në qetësi, gjërat i kanë lënë shumë në kontroll, domethënë vetë momenti, vetë koha do ta dëshmon se çfarë pritet nga Brikena dhe nga Mateo, domethënë do të na tregon se si po ndodhin gjërat e tyre dhe çfarë kahje do të marrin gjërat të tyre. Vetë Brikena duke që është shumë e lumtur dhe është shumë e kënaqur në fakt pranë vjerit dhe vjerës së saj, kjo tregon që marrëdhënia është ndërtuar bukur dhe kanë mirëkuptim mes njëri tjetrit. Mateo duket shumë i kënaqur, është më se normale që do jetë kaq i kënaqur sepse është pranë personit që e ka në zemër, pranë gruas të cilën e do me shpirt, gruan të cilën e respekton, e nderon dhe mua kjo gjëja me thënë të drejtën më pëlqen shumë sepse ka vërtet një marrëdhënie korrekte dhe një marrëdhënie të mrekullueshme mes njëri tjetrit. Unë uroj me zemër që gjërat ju shkojnë gjithmonë kështu mbar, shpresoj që të na vinë me surpriza të bukura. Ju vazhdoni që ndroni me kanalin Monitor TV, sepse ne këtu do të sjellim të gjitha lajmet, të gjitha ngjarjet në fakt që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Tani më do të fillojmë edhe me formatet të cilat do të na vinë shumë shpejt në ekranin ton televiziv, domethënë kemi shumë gjëra për të bërë, kemi shumë pika në të cilat ne do të ndalojmë dhe besoj që do të jemi të gjithë të kënaqur edhe të lumtur nga ajo që ne do të shohim. Vazhdoni të na ndiqni me subscribe dhe me patjetër shkruani komente poshtë se çfarë ju mendoni për këto çifte. Unë gjithmonë kam thënë që Mateo dhe Brikena janë të lindur, domethënë Zoti i ka bërë për njëri tjetrin. Takohemi në videon e radhës.